në emër të mbrojtjes së shpendëve, në emër të mbrojtjes së habitatit, të biodiversitetit, shkojnë në Zvërnec dhe i parkojnë të gjitha makinat mu në rër dhe protestojnë për flamingot. Ne do kemi probleme, patjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon edhe të larta. Dhe këtu në Shqipëri e pin atë pijen që kanë marrë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin. Si mos kemi probleme ne. E mësë Shqipëri e sapi. Shqipëri e sapi, duam flamingot. Do flamingot. Po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj. Kam goj unë. Edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, njëta mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të unë e patriotëve, tha, se edhe unë jam patriot. Qa e patriotësh? Jo, tha, se the diçka, tha, që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë, si e kanë, për faktësisht e për to. Po i thash gjë, ti e patriot, po tha, unë jam patriot. Po qofse e patriot, i thash, pse merr pjesë në një mashtrim publik? Për qa merr pjesë ati? Si tha marr pjesë në mashtrim? Po pse i jep fytyrën tënde, i jep zërin tënd, i jep patriotizmin tënd, i jep pasionin tënd, atë dhe dashës një mashtrimi? Jo tha, si, po si thash, ti je patriot dhe pranon që të kërkohet vdekja ime tradhtar, edhe pranon që të flitet për lloj-lloj gjërash duke u nisur nga një gënjeshtër? Pse nuk thua ti si patriot, dëgjoni këtu djema. Unë jam këtu sepse unë e dua Shqipërinë, dhe ai e do Shqipërinë. Unë jam këtu sepse unë nuk pranoj që të shitet Sazani. Nuk e pranoj. Po se pranoj asë unë njerë, po nuk e pranoj. Unë jam këtu se unë nuk e pranoj që Zvërneci të betonizohet. Kështu që unë dua që ti bashkë me mua të shkojmë dhe të shikojmë letrat. Të kërkojmë llogari. Jemi patriot. Po ti i thash, nuk mundet do të jesh patriot që ju fshet vërtetën atyre që të rrethojnë. Se atëherë nuk i bie ti jesh patriot, i bie ti jesh manipulator, i bie ti jesh skuth, i bie ti jesh dikush që nuk ka lidhje fare me atë që njerëzit. Unë tha, nuk kam lidhje me ato që thonë ata, të tjerët. Unë tha, kam shqetësimet e mia, unë kam botë kuptim, por në rregull fare, s'kam unë asnjë problem me këto, i thash. Të gjitha këto janë shumë në rregull. Por pse ti si patriot, dhe çfarë është ky patriotizëm, për ta vendosur Shqipërinë në një sherr që nuk është fare sherrion. Nuk është sherrion. Kuptoni ju, unë e ndjek atë senatorin e madh të famshëm, kandidatin për president, Bernie Sandersin. Unë nuk e di, a e dinte Bernie Sandersi se ku bie Shqipëria deri para pak ditësh. Po unë di me siguri një gjë, që gjithë ajo që Bernie Sandersi shkruajti nuk ka të bëj fare as me Shqipërinë, nuk ka të bëj fare as me Zvërnecin, ka të bëj me luftën që ka atje. Ai është nga ana tjetër, ai tjetër nga ana tjetër, tash ne djema, se me ju e kam, se ju keni potencialin që të rrëshqisni duke u bërë
patriot që pastaj t'i ikni të vërtetës. Dhe këtë s'du ta bëni kurrë. Nëse ka një gjë patriotike në radh parë, është e vërteta. Dhe nëse ka një aktivitet patriotik të vërtet, është që kur flet për vendin tënd, kur i del për zot vendit tënd, kur përpiqesh thuash sa i mirë je ti për vendin tënd, ta bësh këtë gjithmonë duke pasur parasysh që dinjiteti i vendit tënd të mos cënohet. Jo duke gënjur, jo duke fshehur problemet që ka vendi yt, por duke mos thënë gjërat pa vërteta. Për hir të lajkeve, siç i thon lajkeve, followersa. Se ishte edhe një rast tjetër që njërin, se atë e kemi, e njohin këta, e kemi atje, në Partinë Socialiste, i kishte ikur e dashur, i kishte ikur në protest. I thoshe, qa bën ti atje, më? Ore, po që pun këti atje, më? Po do atje do t'i marrë lajket, unë ku t'i marrë? Duke ndëjur me ty? Ti si është me sy? Ore, po shme qa lajkesh do marrë, po hajte se... Ore, janë budalli, aje që më duhet, mu? Që më duhet, mu? Se mos e kupton njeri lajku në është i budallajt, është i të zgjuarit. Lajku është lajk. More, lajku në është lajk. Por, patriotizmi nuk ka lidhje me këto. Drejtimi i një vendi nuk ka lidhje me këto. Partia Socialiste s'duhet t'ja kujtoj të gjithëve. Partia Socialiste është zgjedhur për të udhëhequr, jo për të shkuar nga mbrapa të tjerëve. Dhe deri në 12 qershor, që kemi festën e madhe që unë besoj do vini dhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bised dhe të ndahet ambientalizmi nga lapaqorrizmi dhe nga qorolapizmi. Duhet të ndahet. Kush e do bulevardin për ta qorolapuar, të shkoj ta qorolapoj. Kush është në bulevard akoma, apo kush simpatizon me bulevardin për Sazanin? A do shitet, a s'do shitet, a shitur, a së shitur. Për Zvërneci. A do bedonohet, a s'do bedonohet, a do ndërtohet, si do ndërtohet, a do mbrohet, a s'do mbrohet. Për zhvillimin e Shqipërisë dhe për mënyrën se si ne do të ndërtojmë në ato pika ku janë të ndjeshme. E pat ju që kishte dalë njëri atje nga këta të qorolapuarit dhe thoshte kujdes, edhe ai ishte komplet UFO. UFO. Kujdes, nuk është ke Zvërneci puna, Zvërneci është loja, puna është ndarzez, o burrat gjithë ndarzez. Që të bëjnë ndarzezaj? Që të bëjnë ndarzezaj? Po pse fjeri, do më në si pas këtyre, shiko, si pas këtyre, dhe atyre që i mbështesin andej, se entuziasmohen, Shqipëria duhet jetë një lloj rezervati. Dakord? Se Vjosa e thonë, ne jemi shumë krenarë që e mbrojtë Vjosën, po këta që na thonë, lumi i fundit i egër, po lumenjtë e tjerë, pse i zbutët ju? Po i zbutën ata, pa tjetër. I zbutën se lumi i egër ka probleme. Lumi i egër nuk të lë të ndërtosh si të duash e ku të duash. Tani këta duan që fjeri mos ketë kur dalin det. Fjeri mos ta ketë kur në Bregdet, si që kanë të gjitha ato vende që kanë këtë thesar, një destinacion turistik ku të vi tër bota të vi. Pa tjetër. Tër bota të vi. Jo, ta duan edhe më e bukura, shiko, se ka dhe i gjithë bukur shumë. Dëgjoj, ka i gjithë bukur shumë. Këta vajtën atje, dëgjoj, vutre një gjë, se shumë interesante.
se po harroja. Vajtën me makina, u futën atje në Zvërnec dhe shkuan aty ku është projekti. Edhe shkuan atje solidaritet me Flamengut. Aty s'kishte as i Flamengo. Po t'isha i keq me ta, do thosha i trëmbët me makina, se menduan që filloi ndërtimi i parkimit. Por jo, atje s'ka Flamengo. Flamengot janë më në veri. Janë pikërisht aty në nart pranë deltës. Nuk janë atje në fund fare. Këta s'din as ku janë Flamengot, e kupton? Dhe këta duan që Austria dhe Zvicra dhe gjitha vendet që i kanë ato bukuri në male të vazhdojnë të bëjnë, të presin lek me turizmin malor.